Kjo është hera e dytë që bulevardi Elezi Sufi i qytetit të Peshkopis i nënshtrohet një rehabilitimi të plot. Investimi i qindra milion lekëve i vitit 2016 u dëmtua brenda një kohe të shkurtër, duke çuar miliona lekë të taksa paguesve shqiptar dëm. Ndërkohë vitin e kaluar, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka akorduar një tjetër fond për rehabilitimin e shtrimin me plak të këtij bulevardi. Plot 2.2 milion euro janë dhënë nga taksat e shqiptarëve për këtë investim. Qytetarët e Peshkopis shpresojnë se ky investim të mos jetë si ai më pashmi, që të mos shkojnë lekët dëm. Ata shprehen se punimet kanë ecur shumë ngadalë dhe se firma duhet t'i mbyllë më shpejt për shkak të sezonit turistik. Këto bulevard një rregulluar, po të shih prapë se prapë presh, të shihen të ndërtuar një. Lekë tona për çku, shpenzimet tona janë, po çfarë ti bëjmë na s'dim ka të ashune. Po miliona euro, po, s'ma përgjithësi askush për këta. Po parë drejtësis do të shkem, se kush oti i qohë parë drejtësis nuk e dim, se parë drejtësis do të shkem. Sunimi do e marrë vesh këtë punë. Sunimi do e marrë vesh këtë punë. Dhe shpenzor shumë edhe të bëjnë puna. Për ndryshe, kotë. Llafetira janë të kota. Dhe më kush përgjithësi, ato kalojnë veterina, a kupton? Janë të vjetra, ato nuk duhen kur gjanë. Të dikush do të bëjë përgjegjësi për këtë dëm të madh që shka këto. Do të ketë diçka që t'i kontrolloj këta shpenzime që bëhen. Që radhën e parë që u prish, që radhën e ditë që po zgjat kaq shumë, rrëmuj e madh. Po punimet tani janë mirë, shumë mirë janë, po kush ato punimet e para, kush mbajti përgjegjësi. Shpejt janë bënë ato edhe duhet jashtë lojë. Sipas të dhënave të tenderit për këtë objekt, kontrata është lidhur në korrik të vitit të kaluar dhe punimet duhet të mbyllen brenda muajit korrik të këtij viti.